Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Flasim Arbërisht. Podcast i cili synon të bëjë vizibël, të bëjë të dukshme realitetin e të folurës arbëresh, që është gjua shqipe, arkaike e italianizuar, cilën e përdorin komunitetet arbëreshe në të gjithë Italinë. Në Kalabri, në Sicili, në Napoli, në Rom ku janë, në Molis, kudo që janë, flasin në dialekte të ndryshme gjuhën arbëreshe. E kanë ruajtur për më shumë se 5 shekuj. Është një pasuri e jashtëzakonshme, jo vetëm për komunitetin arbëresh, po për Italinë, për Shqipërinë, për Kosovën dhe për të gjithë ne. Dhe për të folur për këtë gjë sot, kam kënaqësinë të bëj me dije që e ftuar është dottoressa, si dice in italiano, pra mësuesja e gjuhës, zysha e gjuhës, profesoresa e gjuhës, Maria Cianciaruzzo. Faleminderit që pranuat ftesën për këtë bisedë. Mirëmbrëma, faleminderit, Artur. Është kënaqësi. Jemi aty se të flasmi si neve, arbëresh me gji ata ka Katundi, ato ka Shqipëria. Është bukur. Unë e di që ju flisni edhe gjuhën letrare shqipe, sepse e keni mësuar në fakultet. Dhe shkollane. Ne na intereson gjuha arbëreshe sot. Dhe mund të më tregosh si e ke ruajtur ti gjuhën arbëreshe? Si arrin ta flasësh dhe sot? Mronda. U e kam digua mronda, pse mronda kur jam lerë të shtëpia ime fitej arbëresh, mamma, nana, papau, kon fol sempre arbëresh me neve. Kur ishim të vegjël, me mua e me ti mua, kon folu sempre arbëresh. Nuk kemi mësua arbëresh të ajon, kur ishim të vogël. Po, Ka vatu in automatico. në mënyrë jo automatike, në mënyrë të Automatika. natyrshme. Në mënyrë të natyrshme, pra në mënyrë natyrale e keni bërë. Po ju më thatë përpara që edhe e shkruani të gjuhën arbërishte. Si e mësua ta shkruani? E kom mësua kur isha të universitata. U kom studiar të Kuzenc e atje është në sekcion që quhet albanologjia. E të kjo sekcion bën një studje ka gjuha shqip, diciamo, e ka arbresh. Atje kom mësua sa ku te shkruja. Pse kom Po, bon shumë me zome albanes. shumë bukur. Në Katundin tënd, në komunën tënde, këtë mësimin e të shkruar arbërisht, e ke përdorur? Ata që nuk e shkruajnë ndihen xhelos. Si është ky komunikim i një arbëreshe si ju që di ta shkruajë arbërishtën dhe shumë arbëreshve që nuk din ta shkruajnë? Jo, janë shumë që dinjin të shkruajnë te Katundi jim. Te shkolla jon e bonjën puru kraturat, bonjën certi orë në disa. Me dinjin të bonjën, pra janë shumë veta që di të shkruajnë, e bonjën puru në ditë thëmë si neve sportello linguistico. Po, Xhira e linguistiket arbresh. Atje mi sonjën puru sa ku të shkruajnë, dinjin puru të shkruajnë. Kon shkrua udhtë, nume udhtë, të mhm, ajon si neve. mhm. Pra Se në no, në kur Katundin no fjasmi karbresh, so mi fjasmi si neve. flasim si neve, ju dhe ne jemi ne. Ne, Në fakt, unë në eksperiencën time profesionale kam realizuar 3 apo 4 emisione mbi arbëreshët dhe vura re që kur isha në Aqua Formosa, të gjithë puntatën e bëra në gjuhën arbëreshe, sepse Aqua Formosa e fliste pa problematika. Kur shkova në San Benedetto Ulano, gjysmën e emisionit e bëra arbëresht, gjysmën italisht, sepse duke qenë më të hapur si komunë, më afër Kozencës, si që ne. thonë juve, ata kishin filluar ta dubirnin pak gjuhën. Kurse në Aqua Formosa të gjithë e flisnin se është në çike mbyllur në male Aqua Formosa. Dhe kjo i ka ndihmuar ata që ta ruajnë gjuhën. Mendo në ato që janë më afër Kozencës që e kanë haruar. Si e shpjegon këtë gjë? Te gjuha biret Se ju jeni kompetente e gjuhës, ë? ne. Gjuha biret kur ti fjet motarion se arbresh kuro Katundi mo ka ona ten hore mod, në hore madhe, si Ore madhe. e,
Biret, pse pra njo vren sa ku të fjetë italian, soprattutto vren sa ku të fjetë italian me kraturat. E ata është ata më të brut, pse kur kraturat lehen e fjasnin italian, pra o difficile sa ku të misonjin arbresh. Pra mi të thohet se janë horarele të vogla, e shumë kratura njën mo. Drejt. Eppure ato që janë magari në fjasnin. Pra me kur shkon një vjet, pur se noi kemi rua njërnani gjuhën, shkon një vjet të biret. Drejt. Në fakt, dëbiret dhe po dëbiret aq shumë sa dhe sipas studiusëve të fushës rrezikon të vdes. Kjo do të ishte e tmerrshme apo jo? Ne. Po çfarë Se duhet bëjmë sipas jush? Çfarë duhet bëjmë ne që të mos e lejojmë të vdes? Këtë pasuri të jashtëzakonshme. kitë vren sa ku të verë para. Mhm. Kitë bohet shumë sa ku të verë para. Po pra, duhet Ne kratu... ajo që unë mendoj është që gjua arbëreshe duhet futur në mënyrë të detyrueshme në shkollat fillore në katundet arbëreshe. Si Ne, mendon, do ta pranoj komuniteti një gjë të tillë, se kur them me detyrim, s'duan do ta mësoj. Se kur e lë fakultative pastaj, ato shkon studion në Kozenca, shkon studion në Firenze, shkon studion në Paris, e harrojnë gjuhën. ne nas misohet të shkolla në harrohet mo. Pse nel momento in kur no do me të misomi të shkolla, ki të misomi gji, si ke thonë ti, Po, atë rinja rëshirët sa ku të ruhet gjuha. po. Su shtu. Si e shpjegoni ju këtë faktin që çdo katun ka dialektin e vet? E folura juaj për shembull, mua më ngjason pak me dialektin e Tiranës, se ju e përdorni shumë on, nësa kuptoj unë. Edhe Ne, në no, gjuhën no kemi tiranëse, ndrua po, te katundi jim Karfic, no kemi është proprio si ki të thom në karakteristik ka gjuha jonë, po, no, e kemi prun o. po pra, në po vëreu. Ne, Sa ku ju thoni no. mëm, Mhm. shqiptar mëm, nevo mëm, Mom. Edhe në Tiranë, momi kemi pas thonë gjyshes. një, një, o Ju njo, thoni njo. Në Tiranë ne njo, i thonim njo, nuk i thonim e, njo. Ju keni këta, pse, tipikisht dialektin e Tiranës. Gjuhën kjo particolarità zhergon, ka Horajim. Kjo proprio particolarità ka Horajim. No të ndirmi sa ku të mbrimi le vocali. po, Me con il suono O. po, Te ku ish albanez, pneve është O. drejt. Po, më thoni, si e shpjegoni ju fakti që ti e krenare, ke pasion për gjuhën, e flet me mjaft të kënaqësi gjuhën e bukur arbërishte, po të rinjt nuk po e mësojnë. Pse ndodh kjo sipas jush? Në kom digua. Të rinjt, të djemtë e vegjël, vajzat e vogla, nga që nuk e mësojnë në shkolla dhe nuk po e mësojnë as në shtëpia më. Jo të gjithë, Ne, po një pjesë e mirë dhe për këtë arsye dhe rrezikon të vdes. ne, nas kraturat misonjin të shpije të shkolla, të di. Pra të thoni, pse nuk po e mësojnë, për shembull ju keni një familje tuaj të vogël. Ti e ke Ne, mësuar nga gjyshrit, nga prindrit e tu. Kurse vajza mos gaboj, vajza jote vajzën. ka babain italian. Ne. Ja mëson arbërishten fëmijës tënd, pavarësisht se është i Ne, vogël. u i fjas arbresh, Kur, mama, papau, i fjas një arbresh. Ajo e digon gji, mhm, me ancora ne fjet, pra nuk është fjet të lehtë, ajo. krejt normal. E digon gji, ma nani duat zo sa kit ze puru sa ku të fjet, pse u dua këta. Drejt. Ai e ka babain italian dhe babai nuk është se i flet arbërisht apo jo. Papa e fjet të ajo, ma u i fjas arbresh, komunësie që jetë ka ona mua, i fjas me gjisi neve. I Drejt. fjas me gji arbresh. Shumë bukur. Sepse Infatti e digon gji. Kur ti thotë në kose, digon gji ma të rishpundirin të ajon. Pse
ma pse jati i ka folë shtu. Quindi për nani sa ku të në mbrojare, në kivi, i kemi thonë sa ku çaj kemi thonë, kemi cercato sa ku të në fitë shumë arbresh, ma nani kite mise, kite zesa ku të fjetë. Me u Jo bë, so sa ku të digon. ti si e mendon si njeri e pasionuar pas gjuhës, pas ruajtjes së gjuhës arbëreshe? A do ta gjykoje të duhurën ti një marrëveshje qeverisë shqiptare dhe qeverisë italiane, apo Rama Meloni, kryeministri shqiptar dhe kryeministri italian, të firmosin edhe një marrëveshje plus, firmosin 16 dhe të firmosin edhe të 17-ën, që të ruhet kjo pasuri e jashtëzakonshme gjuhë arbëreshe, si për Italinë edhe për Shqipërinë. është në kozë, u thomë se kitë bohet kjo kozë. Kitë bohet pse njën zeme politikin, sa ku të bon në transformacion del genere, ne bon mu, Jam se shumë dakord. kitë partirin tutto ande në herç është raggiungirtu, diciamo, un accord pra riuscirmi sa ku te vumi, sa ku te bomi, ma është në kosë fundamentale. Drejt, sepse po u bë një akord i tillë qeveritar, padyshim do jetë e nevojshme të bëhet ndoshta edhe një kongres gjyqësor për gjuhën arbëreshe, e cila të unifikohet ose të standardizohet që të mësohet në shkolla. Pra gjithë ju që jeni kompetent, jo unë që jam gazetar, merrem me fjalën, por nuk jam kompetent i gjuhës, të mblidheni e të gjeni një format të përgjithshëm të gjitha dialekteve, një standard, dhe të mësohet në përshkolla nga fëmijët, që pastaj edhe të shkojnë studiojnë në Amerikë po të duan, ama e marrin me vete dhe gjuhën e bukur arbëreshe. Ne, është difficile, no facile sa u të bëhet në kosë karto, pse na katund do të fjetë gjuhën e tija, do të fjetë e do të shkruen gjuhën e tija. Me, sa ku të salvomi gjuhën tonë, sa ku të ruemi, sa ku të bomi, sa ku të ruhet, kitë bomi këta, pse në mitë bomi një të shorti. Njo kitë mison, si mishësomi të rajonin të shkora, njo mison gjuhën e shkruar, të shkora, pra na një mronda, pero kitë kontinuajnë sa të fjetë gjuhën e saja. Unë nuk e kuptoj këtë gjën tuaj, jo? Ju dua shumë, por ju qa nuk po bëj tash, ju dua shumë, por që ne kemi njësuar, standardizuar tekstet e gjuhës me Kosovën, 2 shtete të ndryshme. Dhe ju 2 katunde të ndryshme mos i njësoni, mos i të standardizoni, po kjo s'ka ku të qëndroj. Mi të bohet, te kom thonë, kitë bohet, jo mi të bohet, kitë bohet. Po. Ma, no shumë faqe, ma kitë bohet. Nas një do të salvon gjuhën, kitë bon këta. Drejt. Kitë emison sa ku të shkruen. Pra, na një mronda e fjetë, u do të fjasë gjuhën e mames, Ti në e u gjusë. shtëpi Te na shpi, kitë fjetë gjuha jonë. Po, fole dialektin, sepse dialekti është pasuri për gjuhën. Dialekti është historia e gjuhës. Dialekti duhet ruajtur në mënyrë institucionale. Por ama nuk mund të futen tekste, kur të futet në kurikulum, mësimi i gjuhës arbërishte, të futen 100 variante. Duhet futur Ne, kitë vuhen gjithë bashkë. Variantet kitë vuhen gjithë bashkë. Gjithë bashkë edhe gjithë të mbajnë dialektet, po kur të mësojnë një mënyrë të standardizuar të gjuhës. Variantet kitë vuhen gjithë bashkë. Kitë misohet një vetë gjuhë, sa ku të shkruhet, pra një kitë din vumi lungro, thohet shtu, karfit thohet shtu, ma shkruhet gjinë short. Bëhet edhe lënda historisë e gjuhës, ku futen dhe dialekte. Por duhet patjetër që gjuha tjetë e njësuar, të mësohet e njëjta gjuhë e shkruar. Si të bëhet me italishtën? Brysha dhe universitata. Brysha dhe universitat. Po, si ishte ke universiteti? Kemi vatu të shumë horë arbresh, kemi registratu si fitej. Po. E pra kemi vretu, si e theja u, po, e si e thonte Lungro. E si e thejen njitrat. Po. Ne. Po, pra kjo duhet... Ma kitë rohet të në gjuhë vetë emisuar e shkruar. Drejt. Pra, paka shumë, sa kuptoj unë se ju jeni kompetente i gjuhës, jeni profesoret gjuhë, jeni mësim edhe përngjishmë, thot, apo jo.
anglisht, arbërisht, shqip edhe franceze. Edhe franceze, frëngjisht. Ne në gjuhën letrare i themi frëngjisht. Ju i thoni franceze, come in italiano. Në mësohet të shkruhet gjua standard edhe historia e dialekteve. Tjetë një lëndë më vete historia e dialekteve, që secila nga palët të ruaj dialektin e vetë e të pasuroj me dialektet e tjera. Se s'mund të mësohen të gjitha dialektet në Katundin tuaj mësohet dialekti jotë. Dhe në Lungro mësohet një dialekt tjetër. Dialekti ka Lungro. Jo, nuk ka ku të qëndroj kjo, do ishte gabim. O shtu, një këtë mison, ato standardizarum sa ku të shkruan. Duhet standardizuar. Këtë din ato të gjuhët se saja. Drejt. Që sa mirë kuptojemi ne, unë flasë gjuhën letrare shqipe, ti fletë gjuhën arbëreshe, që është shqipe, arkaike e italianizuar. Po kuptojemi mirë. Unë të kuptojnë 100%. Më hikën do një fjalë, po kuptimin ja marë. Ne, përut digoj, partin të kom digua, ma të digohemi mirë. Më ke kuptuar, po. Ne, mi të fjasmi. Po, ti ke studuar, po unë kam komunikuar dhe intervistuar edhe zonja arbëreshe që nuk kanë studuar, po që e kanë mësuar në shtëpi gjuhën, e jemi kuptuar fare mirë. Ne, ma digohet mirë. Po, është e njëjta gjuhë, nuk janë dy gjuhë të ndryshme. Është gjuhë e njëjtë, në rrënjën e saj është gjuha shqipe. Që është një nga gjuhët të vjetra që ekzistojnë. Është një pasuri për të gjithë ne. Po të do të kërkonin të jep një mësimin e arbërishtes në Katundin tënë, do ta bëje? Në shkollën e Katundit tënë, po u vendos që do mësohet në mënyrë të detyrueshme gjuha arbërishte. Ti do pranohet të jepi mësim? Do ishe... Të shkohajim mësohet. Graturat e bonjën. Ne. E bonjën në progetto të shkoha Shinkoh, Puhëri e Karfic. Bravo. Po duhet, jo me projekte, duhet tjetë lëndë për të mësuar. Ne, jo, ojtësom, ato e bonjën me projektin. Ma njo kite bon obligatorio. Po, duhet bërë obligatorio. Normale, ish mirë obligatorio, ne. Jam shumë dakord. Si ato që fjasnjen mronda, e pur ato që ne fjasnjen mronda, sa ku të misonjen. Drejt. Ta mësojnë në shkolla dhe edhe ta shkruajnë, na qojnë letra neve, ose e-maile, në gjuhën arbërishte, se letra dhe shi nuk shkruajnë më, po na qojnë e-maile në gjuhën arbërishte. Ne. Është shumë kënaqësi për mua që unë të flas gjuhën letrare shqipe dhe ti gjuhën shqipe arkaike të italianizuar ose gjuhën e bukur arbëreshe dhe kuptohemi 95% besoj. Mi të bome. Ishte shumë kënaqësi, jeni vajzë shumë simpatike dhe ju uroj veç lumturi familjes tuaj të vogël edhe të madhe. Ne. Faleminderit. Grazie. Faleminderit dhe ju që na ndiqni në kanalin Artur Nura Channel në YouTube në listën Fjasim Arbërisht, në podcastin Fjasim Arbërisht. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.